te faza e drenazhimit. Kështu që karshi këtyne suksese, menoj që edhe aty e kem pas shumë lajmi mirë. Për mu nuk ka lajmë që e keni transferu Ismail Gecin, Hasanin, Senin. Për mu i shkon lajmë, ju me identifiku një talent 16 vjeçar, me marë në patronat, me pas vëmendje shumë të madhe, të shkolla e futbolit, deri qëtash nuk e keni pas. Ju funksiononi, cilë e lojtari maj mirë, pare, keni e bleni ata, edhe që aty kryet të ju politika e klubit. Qashtu të bëni forti, i forti që ato e banë. Mirë trener se... Veç shumë i forti, a di që bon shumë i forti? E merë një lojtar 16 vjetë, e shtin Europa League me 19 vjetë edhe e shet 5 milion. Që bon shumë i forti? E vërtit e shkem. Këta na kanë zgjedh neve pa paka, apo kupton? Halal ju qoftë, bravo ju qoftë. Këta e kanë një varë politike, se na jem pa paka na klube tjera. Ja. Edhe këta dhe isha dhe prit. Ka dole, se ta prit dhe tash ka dole. Që tash? Apo prit. Okej. Shumë i forti. E zgjon një talent në Kosovë, 16 vjetë. Edhe e merë. Po. Edhe e integron. Edhe me 19 vjetë a i lunë në Conference League, ose në Europa League, edhe drita e shet 5 milion. Që ajo punë? Që e keni marri Ismail Gecin. Ja keni edhon 1 mjera ma shumë se Balkani për Livdonia. Nuk o politika jo. Po së është as kjo shëndron që apo